është fajtor. Sepse në periudhën kohore nga viti 1998-99, gjatë kohës të luftës në Kosovë, në fshatin Pranoc, komune Malisheves, duke vepruar në bashkëkryer me persona të tjerë, gjatë një konflikti me karakter jo ndërkombëtar, të zhvilluar në mes të pjesëtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe forcave policore dhe ushtarake të RSF-s dhe të Serbisë, ka shkel rregullat e së drejtës ndërkombëtare, përkatësisht nenën 3 të përbashkët për 4 konventat e Gjeneves të vitit 1949 dhe ka kryer arrestime dhe privime të kundërlidhshme nga liria, keqtrajtime fizike dhe psikike, dybime masive, plashkitje dhe shkatërrime të pasurisë, së lujshme dhe të palujshme të popullsisë civile, të komunitetit shqiptar, të cilët nuk ishin të përfshirë në luftë, në mënyrë dhe rrethanat e përshkruara si në vijim, arrestimet dhe keqtrajtimet. Nga data 3 shtator të vitit 98 deri me datën 5 shtator të të njëjtit vit, në fshatin Pranoc, komuna Malisheves, me dashje, i armatosur, i uniformuar, në bashkëkryer me persona tjerë të forcat policore dhe ushtarake serbe, me qëllim friksimi, dëbimi masiv dhe spastrimi etnik të popullsisë shqiptare, ka arrestuar, ndaluar, torturuar, maltretuar fizikisht dhe psikikisht rreth 500 qytetarë civil, të cilët nuk ishin të përfshirë në konflikt. Me këtë i akuzuar në bashkëkryer ka kryer veprën penale krime lufte kundër popullsisë civile, ndaj në bazë të dispozitave ligjore të akuzuarin e gjykon. Me dënim burgu në kohë zgjate prej 12 vite e 6 muaj.